Kom pas problem me gjuhën po shumë të gjatë. Jam Blinera Osmani, me profesion jam avokate, një nan e një vajzë 12 vjeçare, bashkëshorte, një person me energji shumë edhe me një dinamik të jashtëzakonshme, me kriju disiplinë definitivisht. Kjo ka qenë një prej sfidave të mia, edhe me kriju një disiplinë që me u marrë me vetën. Derisa nuk kam qenë pjesë e ritualsit, kjo më ka mungu, edhe rituals ma ka kthy këtë disiplinën që për mu ka qenë shumë e rëndësishme. Pas një kohë të gjatë që e kisha përcjell rritën në rrjetet sociale, vendosa me i shkru fillimisht në rrjetet sociale. Kisha nevojë për diçka shumë personale, diçka që përkushtohet që thojmë na customized, do me thonë jo diçka shumë generale, shkon me një gym, i ki ushtrimet generale dhe nuk merret kërkush me specifikat e tua. Rita e ka mbulu këtë pjesë shumë mirë dhe ka kuptu shumë mirë problematikat që unë i kom pas. Çka më ka shku mendje, definitivisht kom shpresu shumë në Ritën, am ka frigu, po. Edhe sot, kur erdha, më kujtu dita e parë, se Rita është në katin e 5, edhe kërkova liftin prej saj. Tha, këtu tha nuk ka lift. Me lift në ardha, duhesh patjetër, tha me ardhë në këmbë, çdo ditë. Sa herë vjen këtu, sepse që ajo është në nxemja. Kështu që çdo ditë ka qenë sfidë sa herë kom ardhë, sepse do është më ardhë shkallave 5 katë. Edhe nuk ka pas asnjë mundësi me kërku për Ritës me bo këtë lëshim, asë në ditët ma të vështira, ma të lodhshme. Ka pas momente që qatë shumë kemi ushtru, kur kom dalë jashtë, këmbët të dridhen qatë shumë prej lodhjes, edhe qashtë të kom zbrit kej komplet shkallave, po Rita nuk ka lëshu pas një herë. Unë kom pas problem me gjuhën e kohë shumë të gjatë për shkak një operimi mas një aksidenti dhe kom pas kufizimet shumë të mdoja për faktin që momentin që rëshar në këmbë gjatë ose eci pak ma gjatë, për shkak të muskujve të dopt në pjesën lartë këmbës, presioni gjithmonë është të mbledh në gjuhë, pastaj kom pas probleme me mbledhjen e ujit, me ajtën të madhe, kështu që gjithmonë kam qenë e kufizuar në aspektin e lëvizjeve fizike, edhe gjithmonë ka qenë sugjerimit gjithë mjekëve që patjetër duhet me i forcu muskujt që presionin prej gjurit me u liru, edhe kjo ka qenë ndoshta edhe një prej arsyeve pse kom zgjedh Ritën, sepse Rita ka shumë njohuri në aspektin qysh ajo i trajton problematikat shumë specifike. Edhe problemi ka qenë që sa herë kom ushtru paraprakisht në vendet e tjera, nuk është trajtu në mënyrë specifike, kështu që kom pas lëndime të shumta. Nuk është vetëm poenta të trupi fizikisht, sepse Rita nuk punon vetëm në aspektin fizik. Kur jetë e Rita e ke edhe mendje në shlirume, nuk e di sa po mri me spjegu, mirë po përveç faktit që den me trajtu shumë mirë pjesën fizike Rita, edhe përmes metodave të saj, edhe ndoshta një muhabeti shumë të lehtë, ka qenë shumë mirë edhe në aspektin që me u shliru prej ngarkesës. Po unë kom ri me i marë prej jetës e përditshmërisë, sidomos për rutinës që e kom marrë për rituals ma të mirat. Edhe më ka ndihmu shumë. Mu kujtohet vetëm një këshill çdo ditë prej Ritës që e kom marrë, që mjafton me qenë 20 deri në 30 minuta në lëvizje ose me pas një aktivitet çfarë do të qoftë ai fizik, edhe kjo të mban të shëndetshëm, healthy, do të thonë edhe një trup të shëndosh edhe mendje të shëndosh. Kështu që mundohem nëse absolutisht kur gjë nuk mri gjatë ditës për shkak të dinamikës me bo, 20 minuta ecje të lehtë ose ndaj aktivitet me qëndru të paktën kamë, Rita edhe nëse kur gjë heqën shumë muzikë dhe vallëzar, se edhe ajo është aktivitet fizik, kështu që kjo më ka bo me vendos pak vetën më shumë në prioritet në momentit caktuar, edhe mos me leju
me u kthy Glimera e vitin 2022 pa asnjë aktivitet fizik, duke mos u ushqy shëndetshëm, duke mos e pas vetën prioritet, shëndetin prioritet. Qysh jemi na hajtë tu marrë me gjërat të ndryshme ditore dhe ndoshta gjërat më të rëndësishme që për neve janë i lojmë anash, hajtë se kako. Kështu që jo, kjo është prioritet definitivisht prej vitit 2022 e tutje për mu.